Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar e lavdërojmë, i shojmë salavat e selam e pejgamberit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, fillimisht ju dëshiroj mirëseardhje në këtë takim tonin të përbashkët, edhe shfrytëzoj rastin me i falenderu fillimisht të gjithë organizatorët, në krye me hoxhën e nderuar t'juaj, hoxhën Mirsim. Allah i shpërbleft për këtë iniciativë dhe për këtë nder që ma dha për me ardhe me qëndru para juve këtu. Mos me hub shumë kohën, do të futem në temë me lejen e Allahut. Pra, tema e dakorduar apo e cila është kërku prej meje është një prezantim rreth fikut të tregtisë në përgjithësi apo fikut të shitblerjes. Unë ju mundu me ba një lloj përafrimi që në këtë orë, të thonë kushtimisht, me ba një lloj prezantimi të përgjithshëm, duke mos u fut në shumë detaje, megjithëse disa shembuj, disa sende do t'i përmendim me qëllim të përafrimit edhe që ta kuptoni ato që do t'i trajtojmë pak më mirë, po të gjithë shembuj do t'jenë nga shembuj që vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet ndryshme i ka trajtuar dhe i ka shpjeguar, pra kemi të bëjmë me çështje më shumë klasike, ato gjërat të cilat do t'i trajtojmë këtu në këtë orë, pastaj që është tha hoxha Mirsim, mas ligjëratës mund të ulemi edhe të bisedojmë për çështjet pak më bashkëkohore apo çështjet pak më konkrete për cilët ndoshta disave për juve ju intereson më shumë. Jam mundu me tash për me e bë prezantimin, kam zgjedh një metodologji që po ma mërmendja, mendoj që është ma e drejtë për këtë fillim edhe në këto pak minuta që ai kemi në dispozicion me bë prezantimin, ajo është që do ta bëjmë qasjen duke përmend disa rregulla, disa parime, arabisht i thënë qawaid, që janë ato temele mbi të cilat ndërtohet fiku i shitblerjes në përgjithësi. Edhe ato klasike, edhe ato që janë bashkohore. Kështu që këto rregulla, pra ka shumë, unë i kum përzgjedh ato që janë pak më të rëndësishme dhe më thelbësore dhe më të përgjithshme, edhe do të mundohem mi trajtu, me i prezantu para juve edhe me i shtjellu sadopak, pastaj edhe me i përmend me disa shembuj në përgjithësi. Pra e kum quajt rregulla bazike të fikut të tregtisë, pra një pasqyrë përmbledhëse. Fiku e keni parasysh është shkencë dhe lëmi, një nga lëmit më të gjana në islam në përgjithësi. Nuk po du munal tash me prezentu çka është, por e keni parasysh në gjuhën arabe fiqh është i thuhet njohuris apo njohjes. Në të kaluamën ka pas shumë kuptime, mirë po tash orientohet kryesisht në lëmi që mirët me dispozitat praktike, jo me dispozitat akaidiore, do thot besimit, po me ato praktike që ka të bëjë me ritualet edhe me përditshmërinë e njerëzve në përgjithësi. Pastaj e keni parasysh që fiku ndahet në disa lëmi, disa prej ulemave kanë ndarë në dy lëmi, në qismul ibadat, domthonë pjesa e ceremonive dhe e ritualeve, që janë adhurimet, dhe zakonisht kjo është ajo që ka shpjegohet 5 kushtet e islamit të përgjithësi, dhe pjesa e dytë është pjesa e muamelat, i thuhet pjesa e rregullave ndërnjerëzore, dhe kjo është ajo më e përgjithshme, ndarja më e përgjithshme pra në 2 pjesë, disa e kanë ndarë në 4 pjesë, e kanë ndarë fiqhul ibadat, që janë do thot pjesa ceremonive apo ritualeve, pra 5 kushtet e islamit. Fiqhul muamelat është do thot këto kryesisht fiku i tregtisë edhe fiku i në përgjithësi domthonë që ka të bëjë me raportet dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore. E treta fiqhul usra
al-munakahat apo fiqhu i familjes, dhe e katërta fiqhu al-jinayat wal qada, fiqhu i dënimeve apo i krimeve që janë rregulla dhe dispozita të posaçme edhe që ndërlidhen me gjykimin edhe me politikën e shariatit në përgjithësi. Dhe kjo është ajo ndarja më e afërt. Unë e bona këtë prezantim që më marr ju në qasjen e juaj, në kuptimin e juaj që vërtet sqarimi dhe trajtimi i çështjeve në fen tonë kanë do thot një infrastrukturë njohurive, domthonë të rregulluara në formën dhe mënyrën më të mirë, prandaj edhe nëse dojmë me përfitu njohuri sa më të thuktë edhe sa më të mirë, atëherë duhet t'i përmbahemi kësaj qasje dhe kësaj mënyre qysh e kanë trajtu ulemat edhe fukahat në përgjithësi. Fusha jonë është fiqhu al-muamalat, fiqhu i raporteve apo fiqhu i transaksioneve në përgjithësi, që është do thot një nga fushat më të gjëra, posaçërisht në kohën bashkëkohore, për arsye se pothuajse çdo herë është vetëm se duke u zgjeruar për shkak se është do thot një fushë që vazhdimisht ka zhvillim edhe ka zgjerim. Lemit më të rëndësishme që i hulumton kjo pjesë e fikut është tregtia apo fiku i tregtisë, transaksionet bashkëkohore në përgjithësi, bëhet trajtimi i monedhave dhe parave në përgjithësi dhe është do thot një fushë e veçantë. Bankimi, posaçërisht bankimi islam, është edhe kjo një fushë në vete. Pastaj kontratat edhe qasja ndaj tyre, edhe kjo është do thot një trajtim që i ka specifikat e veta. Pastaj partneriteti, al-musharaka i thuhet në gjuhën arabe, që është i degëzuar dhe ka shumë forma dhe mënyra me të cilat realizohet partneriteti në islam. Pastaj sigurimet është një fushë e veçantë, edhe kjo ka trajtime të veçanta dhe dallimet mes sigurimeve islame dhe atyre që janë konvencionale në përgjithësi. Emanetet edhe dhuratat, edhe këto kanë dispozita të veçanta dhe të qarta edhe detajzuar në islam. Pastaj është dispozitat e borxhit, se edhe këtu kanë do thot disa rregulla dhe dispozita. Pastaj dispozitat e qiras, nuk është për qëllim vetëm qiradhënia, mirë po në të futen shumë rregulla dhe dispozita, po këto janë disa nga fushat edhe lemit që i shpjegon fiqhul muamalat. Ne do të flasim pak për fikun e tregtisë. Dhe fiku i tregtisë fillimisht do të flas për 3 pika shkurt. E para për kufizimi, s'po ndalim në këtë pikë për arsye se ka shumë degëzime, por për kufizimi i thjesht dhe i qartë, për mos me u fut në detajzime, është tregtia në islam është shkëmbimi i mallit me mall me pëlqim të dy anshëm. Që kjo është domthon definicioni më i shkurt, pa u fut në elaborime më të thella, pra shkëmbimi i një pasurie me një pasuri me pëlqim të dy anshëm. Pra tash nëse dojmë me detajzu, ka kushte që ndërlidhen me dy kontraktuesit ose edhe shitsi edhe blerësi, ka rregulla dhe kushte që ndërlidhen me llojin e pasurisë që bëhet shkëmbimi. Pastaj kemi me shprehjet edhe mënyra e formulimit të këtyre kontratave. Nuk po hyn këto gjëra për arsye se këto janë do thotë pak më specifike edhe nuk kemi kohë për me u zgjeru kaq thellë. Rëndësia e njohjes së dispozitave. Çka është për qëllim me këtë rëndësinë e njohjes së dispozitave të shariatit? Është për qëllim se shumë njerëz menojnë që çështjet e shitblerjes kanë bëjnë vetëm me traditën e njerëzve. Kështu që unë e fali namazin, e agjeroj, i bëj këto veprime, kurse çka bëj në treg, çka bëj do thot me tregtinë, me mallin tim, me pasurinë tim, është diçka që ka të bëjë me mu, me veten time edhe me aftësitë e mia. Domthonë që ky është kuptimi. Amo e shohin në praktik në përgjithësi, posaçërisht transmetohet Omeri radiallahu ta'ala anhu që ka dalë në treg në shumë raste, edhe i ka marrë pyetje tregtarët. Edhe ka vlerësuar se a janë tu ditë çka janë të bë apo s'janë tu ditë çka janë të bë, edhe siç thuhet në këtë transmetim që nganjëherë edhe i gjuante me kamxhik
kur vrente tek ata që nuk janë të mirëfillt edhe nuk janë duke bë shkëmbim apo duke bë tregti ashtu në përputhje me mësimet islame. Prandaj vërtet çështjet e namazit, agjerimit janë obligime individuale për cilat duhet me ditë secili prej besimtarëve. Mirë, po çështjet e tregtisë nuk themi që duhet me ditë secili. Edhe pse ndoshta tregtia është një nga veprimtaritë që ndoshta secili prej neve e zhvillon në një formë apo tjetër, pavarësisht a është me profesion tregtar apo nuk është me profesion tregtar, është do thot një fushë që i ndodh me zhvilluar domthonë në jetën e tij në përgjithësi. Prandaj nuk është edhe çaq e ndame nga përditshmëria jonë. Prandaj edhe disa gjëra esenciale duhet me i pas parasysh besimtari. Nuk duhet me sikur që shtojnë ulemat zekatin, nuk ka nevojë me ditë fukaraja dispozitat. Mirë, po nëse rrinë në nivelin e atyre njerëzve që duhet me dhënë zekatin, atëherë duhet me ditë dispozitat. Tash edhe te shitblerja është kjo e njëjta, por prap themi që disa gjëra esenciale dhe elementare duhet me i pas parasysh secili besimtar, për arsye se është një veprimtari që në një formë apo tjetër ballavaçohet me të besimtari, pavarësisht a ka si profesion tregtin apo nuk e ka profesion tregtin. Këtu unë i kam përmend 10 emra të sahabeve. Po i lexoni, e keni parasysh çka është ajo asociacioni që i bashkon këta njerëz apo këta sahabe, çka është? Ha? 10 përgëzumit me xhennet. Domthonë këta janë 10 përgëzumit me xhennet. Po pe këtyne 10 përgëzume me xhennet, sa prej tyre kanë qenë tregtar? Me profesion është fjala. 6. Kush kanë qenë? Domthonë 6 nga 10 ishin të angazhuar drejt për drejt në tregti. Domthonë profesion e kanë pas tregtin. Prej tyre ka qenë Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, Omeri, edhe pse nuk njihet me tregti, sikurse Ebu Bekri apo Othmani, megjithatë ka pas e keni parasysh atë rastin që e tregojnë në xhallar që janë bë bashkë me atë sahabin Ensarin që një ditë ka shku njëri, një ditë ka shku, ditën kur nuk ka prezantuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Omeri ka shku në treg edhe është marrë me tregti për me mbajt familjen. Pra ka qenë tregtar, po jo nivelin e Ebu Bekrit apo Othmanit edhe të tjerë. Othmani dihet mo që ka qenë tregtar, Talha ibn Ubaidillah gjithashtu ka qenë pe tregtarëve madje të njohur, Zuberi edhe Abdurrahman ibn Awami. Këta kanë qenë tregtar, edhe diçka është interesant, pe këtyne gjarëve, 5 prej tyne konsiderohet më të pasurit pej tregtarëve, prej sahabëve në përgjithësi. Jo do më të pasurit prej sahabëve janë 5 pej këtyne. Kush është? Është Othmani, Talha, Zuberi, Abdurrahmani. Ebu Bekri nuk është, për arsye se ju e dini edhe pse ka pas vazhdimisht e ka dhënë, nuk e ka rri nivelin që me majt pasurinë që mu konsideru prej më të pasurve. Ka qenë edhe një Sa'd ibn Abi Waqqas ka qenë prej të pasurve, konsiderohet prej sahabeve, po ky nuk ka qenë tregtar. Nuk ka qenë tregtar në profesion. Mirë, po 4 nga këta tregtarët kanë qenë më të pasurit prej sahabeve. Pra më të pasurit, me thonë, domthonë nivele më të larta që kanë pas pasuni. Pse po i përmeni këtu? Për arsye se është një botkuptim tek njerëzit, edhe te na, në ndërdijen tonë që tregtia nuk është një zanat që është ka në të, do thot një farë, domthonë pak pa i ditë do dredhi, pa i ditë do manipulime, nuk mund është më bë tregtar i fort. Është një botkuptim te na. Dosh pak me me ditë, me ndërhyje, mi mshef do sene, mi qit, pa i pas të aftësi nuk mund është me kon tregtar i fort. Është një botkuptim te na, pa u marr pak me dredhi, pa u marr pak me do veprime manipulative, s'mund është me kon tregtar i sinqert. Megjithatë, praktika po tregon që këta sahabët që e kanë merituar që të garantohen me xhennet, kanë qenë me profesion tregtar, që pra kanë qenë tregtar të mirëfillt, tregtar që nuk janë marrë me kësi sene, prandaj edhe kanë arrit këtë epitet. Se po të kishin diçka nga këto që na
faktikisht i etiketojmë me thonë kushtimisht tregtarët që zakonisht nuk e konsiderojmë që është një zanat bashkëbash shumë i pastër, domethënë një zanat që është i mirëfillt. Domethënë e kem në ndërdijen tonë që do të pak me kon dallaverëzi, me thonë kushtimisht për me kon tregtar i mirëfillt, se me depërtue, mos mi kallëzu bashkëte, mi ahje shumë mallin jo. Po i kemi sahabët, shembullin më të mirë të tyre, të cilët vërtet kanë qenë tregtar të mirëfillt, tregtar që kanë arritur suksese në maje, megjithatë ju kam përmbajt asaj që Allah xhalla ala me garantu për ta me xhennet dhe nuk ka qenë shkak as për së afërmi, as për së largëti që me qenë zanati i tyre sebeb që ata faktikisht mos me meritu atë meritën që e kanë arritur. Prandaj vëllezër të nderuar, duhet me e pas parasysh këtë që vërtet në kohën bashkëkohore me largu këtë botkuptim që tregtari s'mundet me konë i sinqert çdo herë. Jo mundet me konë i sinqert. Bile mundet me konë shumë i sinqert edhe me arrit nivele shumë të larta edhe në anën tjetër me konë një tregtar i suksesshëm. S'po du me u fut shumë në shembuj praktik, po na e kemi edhe në aspektin e historisë islame në përgjithësi shumë vende muslimane, madje duke përfshirë edhe Ballkanin si rajon, thuhet që fillet e para të muslimanëve që kanë ardhur në këto rajone kanë qenë tregtarët. Edhe ardhja e tyre, tregtia e tyre, tijareti i tyre, sinqeriteti i tyre në marrëveshje ka bërë që ata me lanë një shëmbëlltyr të mirë, një përshtypje të mirë tek banorët e Ballkanit, mos flasim për Indonezi, Filipinë, shumë vende tjera të Azisë, që vërtet të jenë shembull këta tregtarë të cilët kanë ardhur, pastaj edhe të bëhet kjo sebeb që edhe shumë prej njerëzve ta pranojnë islamin para se me ardh ushtria muslimane, me thonë kushtimisht, apo muslimanët të cilët kanë ardhur në për këto vende, fillimisht kanë ardhur tregtarët. Pra, është e rëndësishme me pas parasysh këtë, për arsye se vërtet këta tregtarë kanë manifestuar këtë shembull, edhe këtë shëmbëlltyr, prandaj edhe kanë arrit edhe ka pas sukses islami në këtë formë. Në kohën bashkëkohore fatkeqësisht duhet me qenë realist, duhet me qenë realist, duhet me qenë vetë kritik në rrethanën tonë. Unë dje po i kallzoj shumë ma drejt për drejt, kum dajt me një tregtar, i cili është musliman, 5 vakti, është haxhi, mundohet do thot me i nejt gati praktikës islame, faljes namazeve me kohë, në xhami, e kështu me dhe është i tregtar i suksesshëm. E patëm një muhabet që ashtu ullum në një biseda dhe thot, problemin më të madh që e kam unë sot në raport me njerëzit me cilët bëj tregti janë namazlit. Fatkeqësisht, namazlit thot problemi më të madh e kam me ta. Ai tha, pe bëjmë këtë muhabet tha ndërmjet neve këtu, nuk dal tha me bë këtë muhabet me të tjerët, por po të them që problemi më të madh e kam me namazlit, jo me të tjerët. Pse? Për arsye se thot ma bën halal, haxhi valla smujta, s'po muj me t'i kthy anë e këne, tha, edhe kam vendos pe një kohë caktuar që mos me dhon, as mos me marr borx prej vëllezërve namazli në tregtitë e mia. E kam vendos këtë për arsye se peshoh që ma shumë po ndikona negativisht se sa që po bëj diçka pozitivisht. E tash kjo mos përputhje në mes këtyre sahabëve, edhe sinqeriteti që kanë pas ta sahabët, edhe realiteti tonë, vërtet na duhet secili prej neve. Po sa shesh domon njerëzit që mirën me këtë zanat, munalën vetën e tyre edhe pak me shiku se ku është problemi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot el bey'ani bil khiyar, do thot edhe shitësi edhe blerësi e kanë të drejtën zgjedhjes. Kur janë në një mezhlis, kanë drejt me qit kushte, kanë drejt me lyp ma lirë, kanë drejt me lyp ma shtrejt, mu marrë vesh në kushte. Deri sa janë në mezhlis, edhe mirën vesh për kushte. Kur dahen, o krymo këtu, s'ka mi thy ato me dhanë, valla, unë i thash tina me më dhanë, a fa 2 muj, pa të mujsha mi a këthy mirë, mos mujsha, haj se kjo ma bën halal. Fatkeqësisht shumë prej vllaznive që shtu nisën. E kjo nuk është qasje islame. Ta keni parasysh që kjo nuk është qasje islame. Ti nëse i ke thonë une pe marsit mall, edhe jenë me edhe kemi mprit 2 muj, edhe unë mas 2 muje ta dorzoj ose ta kthej borxhin,
Edhe ti del pesh atij mezhlisi edhe thova Allahun e kum marrë që termin, po të musha me bë mirë, mos musha, haj se ky çka ka mos më qet. Me mjek nuk mjek, diçka me mdhon zër se mdhon zër, kështu që të musha mirë, mos musha shnash, kur të më ja bëj. E tash që kjo qasje, që kjo nuk është islame, domthon kush mendon se që kjo është tu bë, domthon nga piknisja islame dihet që është tu e mashtru veten, edhe është domthon duke pretendu diçka që vazhdon ai hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thotë nëse janë të sinqert ato marrëveshje, domthon ato kushte që ja shesin njëri tjetër, atëherë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Allahu çon bereqet në atë blerje. Edhe ai që e ka ble, ka me pas bereqet në ato që e ka ble, edhe ai që ka me marr pagesën, ka me pas bereqet. Për arsye se lidhja është bë me sinqeritet, edhe janë të munu se cili mi përmbajt asaj, edhe ndoshta veten me qit keq për mos me thy atë për cilin janë marrë vesh, mirë po vazhdon hadithi thotë, e nëse nuk ka sinqeritet, Allahu e ngrit bereqetin për asaj shëmbleri. Kjo është domthon parimi. Kështu që ta kem parasysh vëllezër të nderuar, këtë diskrepancë, këtë mospërputhje, kem nevojë, posaçërisht njerëzit të cilët e kanë zanat këtë fush, që të bëjnë një rishirtim rreth qasjes që ja bëjmë, do thotë kur i futemi këtij zanati apo miremi këtë zanat në përgjithësi. S'po du më nal se veç në këtë temë do thotë kem çka me trajtu, po shkojmë në pikën tjetër, pra pikën domthon tash u futëm në thelbin e trajtimit, po shkojmë pi marrim disa rregulla të përgjithshme. Rregulli i parë edhe që ndërlidhet me fikun e tregtisë është ajo se pasuria është e Allahut. Al malu malullah wal bashar mustakhlafun fi. Kjo është do thotë që bëllon filozofia e fikut shitblerjes në Islam. Pasunia është e Zotit. Ti mundesh mi pas milionat, ti mundesh mi pas miliardat, mundesh me shkëmby, po dije që ajo pasuri është veç në dorë tone. Nuk është diçka që është që Zoti ta ka dhënë ty. Është diçka që ti je një lloj mëkëmsi në atë një farë emanegjie që Zoti ta ka dhënë ty në dorë çat pasuni. Nuk është diçka qysh na pretendojmë, unë pasuria jam, unë muj me bëj çka du, kjo unë e kam fitu, me njerëz tam e kam fitu. Çka po a e keni parasysh? Mos më fut shumë elaborimi, është njëjtë sikur paramendoni nëse ti ja ke dhënë djalit tën, ja ke dhënë djalit tën 100 euro. Edhe i thon merr ishto 100 euro. Edhe ai djali jot i merr ato 100 euro, edhe ti tu e pa shkon edhe i harxhon. Domthon pa lidhje kot. Ç'a a nervozosh ti? A i dhënosh ti? Thu që a ti kum dhënë këto para, qysh ti me bë ashtu, domthon ti kum dhënë këto për mi shfrytzuar ato në diçka që është mirë, mi kry punë, domthon çka ke pas nevojë e jo mi harxhun kot. I njëjti proporcion, edhe pse lillahi mathalul a'la është ndërmjet teje si mëkëms në këtë dynja që njerin e ka bë Allahu i madhreshëm, edhe pasurisë që Allahu xhallahu e ka krijuar në këtë dynja. Ta ka dhënë ty pasunin Zotin në këtë dynja, edhe ti je vetëm ai emanegjia që do të mirësh në llogari se çka je të bë me ta. Për çata kur përmenden ato njerëzit që do të pyeten për jetën e tij, çka për pasurinë e tij, domthon janë dy pyetje shtesë. Ku e ka fitu edhe ku e ka shpenzu. Domthon dy fish, përgjegjësia e dy fish, domthon në rini ku e ke qu. Në shëndet, në pasuni, ku e ke fitu edhe çysh e ke harxhu. Domthon dy pyetje janë. Domthon dy herë ki mu marr në pyetje, jo një herë, po dy herë. Shumë është e rëndësishme munale edhe me meditu se cili prej neve në këtë, pse dy herë. Për arsye se për çata dhe Allahu i madhreshëm kur flet në lidhje me këtë në shumë ajete kuranore, unë i kam përmend 2-3 vende, po wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Thot mos u jepni pasurinë atyre njerëzve që janë pa aft me menaxhu. Në këtë rast mund me qenë fëmijët që nuk kanë arrit moshën e pjekurisë e kështu me radhë, po thot pasurinë që Allahu juve ju ka bë përgjegjës për të. Domthon që Allah juve ju ka bë përgjegjës për të. Domthon nuk jeni ju poseduesi real është Zoti i madhreshëm i cili e ka kriju. Pastaj thot wa atuhum min malillah, jepni
atyre prej pasurisë të Allahut. Prej pasurisë të Allahut. E për këtë shkak, pastaj kej la yakuna dulatan bayna al-aghniya minkum, Allahu i Madhreshëm në surën Al-Hashr fol për një lloj pasurisë që Allahu i Madhreshëm ja ka leju al-fej, ja ka leju pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me marrë dhe me shpërnda. Edhe thot arsyeja pse Zoti i Madhreshëm ja ka dhënë këtë privilegje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që pasuria mos me kanë vetëm duart e të pasurve, po me u shpërnda tek njerëzit. Edhe faktikisht që kjo, për që ata thash, kjo filozofia e qasjes ndaj pasurisë që është në Islam dallon prej sistemeve tjera. Për që ata është edhe tarifa zekatit. Faktikisht nëse ki një pasuri, një shumë caktum, edhe po thua Allah po du me majtë, se është e jamja, po du me rujt, se është e jamja, ki me dhanë një taks. Që do nuk ta lejon ti me bashka dush, ose qysh me thonë, me rujqat ekskluzivitetin që kjo pasuri është e jame. Për arsye se nëse ti i ki 1 milion euro, po thëmë kushtimisht, edhe thu, valla, unë du mi majtë se qëto pare njën të mijat, edhe as po du mi shtin të rekti, as kush gjo, po du mi majtë. U ba një vjet, ki me dhonë 2.5%. Sa i bjen 2.5%? 25.000 euro. Që vitin e arshëm ti nuk i ki mu 1 milion, i ki 975.000. Valla po du mi rujt, tani vitin arshëm, apet ajo domthon paksohet. Kështu që kur shkon një vit edhe 2 vite, 3 vite, thu vallai po do ka me marrë me shti. Valla unë s'po më di me punu, se kimi ia dhon atij që din. E ke parasysh që kjo lëvizje po don Zoti i Madhreshëm me ta bën me dije që nuk mundesh ti me përveçsu edhe me rujt atë ekskluzivitetin të pasurisë që është e jamja dhe unë bëj me të çka të dua. Jo. Don me rujt, atëherë ki me dhonë zekatin. Edhe nëse e run, vetëm të e dhonë zekatin, atëherë zekatit ta hanë. Prandaj edhe shumë raste tregohet prej sahabëve që kanë marrë trashëgimi jetim që i kanë pas në ruajtje, shumë prej tyre kanë thonë, pi marrëm pasuninë e jetimve edhe peshtim në punë, pi ja udhojmë tregtarëve që me punu me forma domethënë të njohura të mudarabes edhe musharakes, domethënë partneritetit, që pasunia jetime mos mi hangër zekati, thënë. Hata la ta'kuluhu sadaqa, mos mi hangër zekati. Për arsye se nëse i lau në pjaruj dhe i thot rritet, atëra ajo hargjohet. Edhe jetë ndoshta jetimi 10 vjet, 15 vjet derisa ti arrin moshën e pjekurisë, tu e dhon vazhdimisht zekatin, atëra mbetet kur gjë nga ajo pasuni. Prandaj e urdhëron Islami, edhe kjo është domosdoshmë ajo qasja që i bën Islami pasurisë në përgjithësi. Për çata edhe Allahu e çun kur e kesh përdor këtë formë domosdoshmë qasjes me kamat, e çun luftë me Zotin. Luftë me Zotin. Pse luftë me Zotin? Për arsye se Allahu të ka dhënë emanexhi. Edhe të ka thonë mos e bë këto, edhe ti valla unë pe bëj, domosdoshmë pishpall luftë Zotit që ta kalon dorë ty këtë emanet në dispozicion edhe ti duhesh me e shfrytzuar në formën dhe mënyrën më të mirë. Pastaj te trashëgimia e kemi shembullin më të mirë, e keni parasysh se si Zoti i Madhreshëm për shembull në faljen e namazit s'ka kallzu sa rekati ikindia, akshami, dreka e me Kur'an, jo. Ama në trashëgimi atë shumë e ka specifiku kush sa i takon që me e ditë që kjo është diçka që është e drejtë e Zotit të Madhreshëm. Edhe s'ki drejt ti. Valla është e jamja, unë që këtë djali më kanë ngu ma shumë këti pjala, që ka që kësë më kanë ngu, kësë zvinë kur që këti, jo, s'ta kalon këtë drejt Zotit madhe. Për arsye se drejta ekskluzive është i Zotit. Pasurisë kimi adhon, dashte se dashte, është djali joti kimi adhon, masi që des e ka hisën e vetë. Pse? Për arsye se nuk është pasuri de facto që të atribuohet në çdo aspekt të mund ty, po është pasuri e Zotit që e kalon që me që thash mustakhlefun, domethënë që njerëzit me trashëgu gjenerat pas gjenerate. Para 50 vjetë që të pasuri ose shtëpi ose çka ke pas në dorë të kujt o kon dikujt tjetër, a gjyshit, a stërgjyshit, a ndoshta edhe dikujt tjetër, sot është në dorë tane, mas 50 vjetë ku me di në dorë të kujt na bëhet. Domethënë Qështu shëndrohen domethënë pasuria pe njëri tjetrit e kështu me radhë, edhe kështu funksionon jeta. E kjo është e rëndësishme me pas parasysh kur e kupton këtë. Atëherë tjetërqysh edhe në aspektin e qasjes ndaj zekatit, edhe sadakas, edhe ndihme, këtë domethënë e ndryshon domethënë qasjen. Përsa ata
e ke pa do Othmani ibn Affani, e tjetri Ebu Bekri, ka ardhur momente e ka dhënë këtë pasunin. Pse ka dhënë? Pse ka ditë që ajo Allah e ka dhënë çat dhuntin, çat moment, edhe ky e shfrytëzon me arrit shpërblimin, nuk është diçka që i mbetet edhe në këtë formë kanë dhënë njerëzit për shkak se që kjo ka qenë qasja e tyre në përgjithësi. Shkojmë do thot në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e nxjerr në pak këtë që e thash pak ma qartë, ku thot yaqulu ibn Adam mali wa halaka ya ibn Adam min malin illa ma akalta fa afnayt aw labista fa ablejt aw tasaddaqta fa amdajt. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vazhdon i biri Ademit me thonë, pasunia jam, kjo është e jamja, me një fjallë unë e kum fitu, qyre qa kum jek, me njerëz e kum bo këto, kjo s'm ka ardhë veç qashtu. E keni parasysh, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka është pasunia jote përveç asaj që çka? Ato që e ke hangër, edhe o harxhu, ato që e ke vesh, rroba domthonjë që i ke ble, edhe janë shtjerr, edhe ato që i ke dhënë sadak, edhe tu ka shkruar te Zoti i Madhreshëm, edhe këto tjerë të kanë mulon edhe s'ka me kone jotja. Ti mundesh mi posedu miliardat, po kur vdes, ato vetëm shpërndahen edhe, e jotja që ka mbetet që ato që i ke hangër edhe i ke harxhu prej rrobav apo ushqimev, edhe sadakon që i ke thonë, çajo ka qenë e jotja. Qysh është rasti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur Aisha i ka thonë që na ka dhuru dikush një dash, edhe nga ai dash thot Aisha i kum shpërnda krejt, e kum lënë vetëm kofshën, për arsye se ka ditë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kofshën e han, e ka qef. Edhe që i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Aisha ka thonë që ato që i ke shpërnda, çaj është e jonja, kurse kjo s'është e jonja, për arsye këto kena me hangër edhe s'mbetet. Vërtet që kjo qasje që duhet vazhdimisht me e kujtu veten tonë, na e bojmë do thot, e bën besimtarin që kur një pikë vështrim ndryshe ka si pasurisë se sa tek njerëzit tjerë në përgjithësi. Shkojmë tek rregulli i dytë që është pak më praktik, ajo është që el aslu fil ibadat el hil. Parim bazë në fikun e tregtisë është se është lejushmëria dhe halali. Me një fjalë, hoxhallar zakonisht kur ju kanë thonë që abdesi, namazi, nëse dikush për shembull thotë valla unë po quhen në namaz sabahut, edhe gjitha ajo hjek mu qu 4 rekate mi fal 2 farz, 2 sunet, pak pi fali 4 rekate farz. Çka thu? Jo thu se pejgamberi sa më çështu i ka falë, që kjo është argumenti, zguxon ti me shtu, për shkak se s'ki argument. Apo pra në ibadete është e kundërta. Al aslu at tawqif. Domthon esencë është të thotë çka ka ardhur argumenti për me praktiku. Nëse nuk kem argument për me praktiku, atëherë ndalemi aty. Kurse në fikun e tregtisë është e kundërta. Në esencë gjërat janë të lejuara. Kështu që nëse dikush apo i kemi 2 njerëz edhe kanë ndërmjet veti kontest, njëri thotë që kjo formë shitblerës është e lejuar, edhe tjetri thotë jo, kjo është e ndaluar, ku do të më pyet mas pari? Jo ai që thotë është i lejuar, për arsye se ai është me parimin esencial që gjërat janë esencë të lejuara. Po ky që thotë e ndaluar i thu ku i ke argumentin që pe ndalon ti këtë shitblerje, apo? Domthonë që kjo është domthonë shkurt për me e kuptu. Prandaj në çështjet e jetës së përditshme dhe marrëveshjet tregtare çdo gjë lejohet përveç atyre që janë ndaluara qartë nga Kurani dhe Suneti. Dhe kjo është parim bazë në fikun e tregtisë. Dhe çdo sen, domthonë kur i qasesh, për mi thonë është ndaluar, duhesh me sjell argument. Nëse s'gjen argument në Kuranin famlar, në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dihet që ajo veprimtari është e lejuar. Për arsye se që thon pak më herët fiku të tregtisë është shumë i gjerë edhe vazhdimisht ka forma edhe mënyra që treja të cilat ndoshta edhe në të ardhmen do dalin pa, domethënë që kjo është qasja që i bëjmë çdo formë shitblerës që ballafaqohemi me të në jetën tonë të përditshme. S'po zgjerohem më shumë, kalojmë në pikën e tretë apo në rregullin e tretë, ku parimi është idha harrama Allahu shay'an harrama thamana. Kur Allahu ndalon diçka, ai e ndalon edhe çmimin e saj, përfitimin nga ajo gjë. Me një fjalë, nëse një sen është haram me përdor për njerin, haram me pi ose, atëherë njëjtin kohë
nënkuptohet që është ndalume edhe me përfitu materialisht nga ajo gjë. Me një fjalë, nëse Zoti Madhërisht e ka ndalu qartë me pi alkoolin, atëherë ta ka ndalu ty edhe me shit, edhe me maru, edhe me shërby, domethënë çdo formë me cilën ti përfiton nga ajo. Edhe kjo është parim i përgjithshëm në Islam, edhe është veçanti me thon kushtimisht e Islamit. Për arsye se në sisteme tjera nuk është shumë e rëndësishme që mos me pas përputhje ndërmjet kësaj edhe diçka që është ndaluar dhe diçka që lejohet me bë. Sikurse kjo është e njohur më shumë tek hebrejt në përgjithësi, të cilët faktikisht e kanë ndalu kamatën mes vete, mirë po me armiqtë e tyre dhe kundërshtarët e tyre e kanë pas lejuar. Edhe kjo ka qenë çësia e tyre, për arsye se kanë thënë ata nuk na dojnë të mirën, edhe na s'ja dojnë të mirën, prandaj edhe nëse i qasim atyre në këto forma domthonë të ndaluara, e shohim do thotë si diçka të lejuar. Në Islam domthonë çdo gjë ndërlidhet. Edhe kjo është edhe pikpamja wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan, që njerëzit ndërmjet vetë ndihmohen në punë të hajrit edhe në ato gjëra të lejuara, e nuk guxojnë me u ndihmu qoftë edhe në formë indirekte me njëri tjetrin në harame edhe në gjëra të ndaluara. Dhe kjo është parim bazë në Islam që duhet me pas parasysh edhe domthonë kemi shumë degëzime për cilat s'po ndalemi për shkak të kohës. Rregulli i 4, tash po futemi pak në detajzime të formës së shitblerjes. Rregulli i 4 është, po thot arabisht po lexoj, kullu muamalatin ishtamala ala at-taghriri wal jahala fahiya muharrama. Në përkthim, çdo marrëveshje apo çdo tregti që përmban garer, i thonë në arabisht gharar, na në shqip po e përkthejmë pasiguri, rrezikshmëri, tash do ta shpjegojmë pak më qartë çfarë është për qëllim me gharar, ose paqartësi, xehale, domthonë mosnjohuri, është e pavlefshme dhe e ndaluar. Domthonë çdo formë tregtisë e cila i ka domthonë këto dy karakteristika, ka gharar edhe ka xehale, ajo tregti është e ndaluar. Tash do të sqarojmë çka është gharar edhe çka është xehale. Fillimisht duhet me pas parasysh që gharar në gjuhën arabe vjen do thot prej foljes gharra yaghurru, që nënkupton mangësi, ka rrezik, ekspozim ndaj shkatërrimit apo diçka domthonë dhe është për qëllim do thot pasiguria, rreziku, diçka e panjohur për rezultatin e tjerë. Ibn Taymi domthonë e bën një definim, thotë se gharar është ajo që ka një përfundim të panjohur. Domthonë ti e zhvillon një tregti të caktuar, po se din çysh ka me kanë fundi, ka paqartësi. Ka paqartësi në tregti. Tash e shohim me disa shembuj që vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka sqaruar, cilat janë ato, po domthonë fundin nuk e din çysh ka me kanë. Për çata edhe në tregti duhet me kanë e qartë. Malli për cilën po mirësh vesh, qysh janë karakteristikat e atij malli, me shiku, me analizu, me i pas parasysh, jo do thot me bë shitblerje me gjëra të panjohura edhe të paqarta. Ibn Qayyimi kur e trajton gharar, thot është diçka që nuk dihet nëse do të realizohet ose nuk njihet natyra apo masa e saj. Me fjalë tjera, gharar është një shitje që ka një pamje të jashtme që mashtron vlerësin, por që në thelb fsheh gjëra të panjohura ose të pasigurta, çka mund të çojë në mashtrim ose në humbje. Nisa do të me pas parasysh vëllezër të nderuar se vërtet çdo rrethon që ndikon apo mund të shpije deri te konflikti apo mos pajtimin mes shitësit e vlerësit, Islami do thotë e ndal ato, që mos me ardh deri tek armisia ndërsjellë. Për çata duhet mu detajzu senet, mu sqaru senet dhe me kanë do thot në një njohuri do thot të mirëfillt edhe shitësi edhe vlerësi. Xehale është prej xehel, ignorancë, xahiliet, e përdorim këtë term, është për qëllim diçka që është e paqartë, mungesë informacionit, parafërsisht domthonë gharar al-jahale janë të njëjtë me disa dallime, pa u fut në detajzime për shkak të kohës, po domthonë çështja është krejt se fundi ose mënyra si realizohet e shitblerje ka paqartësi, ka mosnjohuri, ka domthonë nuk janë gjëra domthonë detajzume ato që duhet me i ditë edhe shitësi edhe vlerësi, për shkak të këtyre mangësive është e ndaluar. Pse është e ndaluar? Për arsye se mund të shpijë ajo në padrejtësi, mund të shpijë në mashtrim,
me hongër pasurinë e njerëzve me pa të drejtë, është në kundërshtim me qëllimet e sheriatit, objektiva të përgjithshme sheriat, të cilat kërkojnë drejtësi, transparencë edhe mbajtjen e do thotë vllazërisë islame mes muslimanëve në përgjithësi. Shembuj të këtyre për me e kuptu se cilat llojet shërbëries janë këtë kategori, janë ato shembuj që pejgamberi sa në disa hadithe i ka përmend. E para është hadithi që thotë pra e transmeton Muslimi, thon naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Përkthimi i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndaloi shitjen me hedhje guri dhe shitjen me pasiguri. Shitje bai'ul hasa është e njohur në terminologji, ka shumë definime të ulemat, është domthon disa prej shembujve që i kanë përmend ulemat është që me thonë për shembull me dalë te dikush që don m'ia shit tokën, me thonë merre që të guri, edhe gjuje që të guri, sa po mundesh me gjujt, që aty ku mrin guri, çaq po ta shesh me si kaq pare. Tash ai mundet me gjujt me thonë 20 metra, mundet me gjujt 25, me kon pak ma i fuqishëm, nashtë edhe më shumë, pra që kjo është domosdoshmë paqartësi, mosnjohuri, domosdoshmë nuk është e definuar. A do të jetë se di me are, me çka ju i bëni matjet te na me are, a do të jetë do thotë gjujtja që ai ka me mri për shembull me i ble 20-ari apo 30-ari ose 50-ari, pra nuk është e qartë. A çmimi është i definuar, edhe i thu, po ta shes që të ar sa mundesh me gjujt me guri për 20.000 euro, me thonë kushtimisht. Edhe ti ky rrezikon, thu unë pe gjuj sa më shumë që muj, edhe çato pe arri, edhe po ka gharar, ka do thot paqartësi, prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar. Kjo është një formë. Forma tjetër, bai'ul hasa, që kanë përmendur disa ulema kanë thonë vendos do thot disa lloje të mallit, edhe i thu gjuj gurt, ku qëllon guri, çaj është do thotë malli që ti e ke ble me çka pare. Edhe kjo është e ndaluar. Pse? Nuk po dihet qartë për çka po realizohet marrëveshja. Domthon ka gharar, ka pasiguri, ka mosnjohuri, ka ignorancë. Për çata edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar. Për shkak se kjo shtëpie zakonisht këtu tash në kohën bashkëkohore janë disa forma të shitlerjeve që në të ka edhe një lloj bigjozi, apo zakonisht në për disa emisione që thot cëllën t'ja qëllon, që ata kime marrë, kime fitu, e keni parasysh, e njëjta është edhe kjo, vetëm se ka edhe pagesë këtu, po pagesa mundet me qenë simbolike, mundet me qenë më e madhe, edhe ti rrezikon edhe ki një far bigjozi në atë se sa kime fitu. Prandaj edhe është ndaluar kjo formë e shitblerjes për shkak të kësaj. Shembull tjetër është që e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, neha Rasulullah sallallahu alajhi wasallam anil mulamasa wa hiya an yalmisa ar-rajulu thawba wa la yuqallibahu. Pra forma e shitblerjes është al mulamasa, është kur njeriu e prek një rrobë, i thot hyn për shembull në butikun e tij që ka tekstil të ndryshëm, edhe i thot cëllës ja shet dorën, çaj është do thot e jotja me çka pare. Edhe ai nuk ka mundësi me këqyr çfarë materiali është, a është zakonisht do thot dallojnë, mundet me kanë domosdoshmë një lloj i tekstilit, me kanë shumë i vlefshëm, një lloj tjetër me kanë shumë dallimin, nuk mundesh me bë vetëm me sy ose pe largësisë ose vetëm me aqit dorën, po duhesh pak me bë një far ekspertize, edhe ti i thu hajde po him do thot me bash i blerën këtë formë. E kjo domosdoshmë është ndaluar se edhe këtu ka paqartësi. Tjetër është neha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil munabadha. Al munabadha është të thot kur njeriu e hedh rrobën njëri tjetrit. Zakonisht e keni parasysh mund me thonë hajde pi ndrojna orët fshehurazi, do thot çorrazi. E keni parasysh këto. Mund tash unë se di çfarë ore ki ti, as ti se di çfarë ore ki, edhe pi ndrojmë. Kjo është një formë e shkëmbimit, apo shitblerja është edhe kjo. Pra arsye se mall me mall, nuk është shitblerje vetëm kur njëri ka parë, tjetri ka mall. Po mundet me qenë malli me mall, edhe kjo është do thot formë e shitblerjes. Domthonjë që kjo formë e shkëmbimit, çorraz, që themi ne, që kjo është domthonjë ajo që ka ndaluar. Pra arsye se këtu njëri është fitues. Ai që ka orën ma dopt, edhe që ka me marrë orën ma të mirë, ai është fitues. Edhe është rrezikshmëri, pra nuk ka qartësi, apo me thonë ka paqartësi në këtë shkëmbim të
pasurisë me pasuri. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalë. Ka ndalu. Pastaj formë tjetër është nehan Nabi sallallahu alaihi wasallam an usabil fahl. Kjo ka qenë një shumë në kohrat e hershme. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu me marr pagesë për çiftimin e kafshës mashkull. E keni parasysh kur don lopën ose delen ose deven për me çiftzu, e çonte dikush që ka mzat apo që ka, do thot, edhe e bën një lloj pagese në këtë pra veprimtari, e ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për arsye se nuk është e qartë kjo formë, do thot, e shkëmbimit. Ti me përfitu, a mundet me mbet me bar, apo s'mundet me mbet me bar, pastaj mundet me mbet me bar, nashti s'mundet me lind, për arsye se ka shumë rrezikshmëri dhe ka shumë paqartësi. Pra ti po mirësh vesh për një shitblerje që nuk ja din fundin, se si do të jetë, a do të jetë e suksesshme apo e pasuksesshme, prandaj edhe e ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra rezultati është i pasigurt, nuk ka garanci, prandaj edhe për këtë është e ndaluar. Edhe formë tjetër është gjithashtu neha Nabi sallallahu alajhi wasallam an bai'il hablil habala. Hablil habala është, me thonë për shembull, nëse dikush e ka një lop ple, edhe me thonë po ta shes i vogli që është në barkun e kësaj, po ta sesh me si kaq pare. Është ndaluar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Te arabët ka qenë shumë e njohur kjo formë, do thotë, e shitblerjes, madje jo që e kanë shit ato që është në barkun e devës, po e kanë shit edhe ajo që ka me lind, ajo që është në barkun e devës. Domthon kanë shku në 2-3 gjenerata, me një fjalë domthon devës. Ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shkak që fundi është i panjohur, edhe kjo është, do thotë, gharar el fahish. Për dallim, nëse e shet, do thotë, një lop që është ple, e kanë leju për arsye se ti në esencë peshet lopën, nuk peshet atë që është në barkun e lopës, për atë domthon kjo ka dallim. E fundit tjetër që ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që hyn në kuptimin e gharar është nehan Nabi sallallahu alajhi wasallam an bai'i thamarati hatta yabdu salahuha. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndalu me i shit pemet kur fillojnë me lulu edhe me dhon frutin, po janë në fillim, domthon nuk dihet çka, domthon çysh do të jetë fundi i tyre. Në kalumen, posaçërisht tek palmat, te arabët ka qenë e njohur, kanë bën një lloj rrezikimi, edhe ka ardhur tek bujko, i ka thonë, apo ma shet këtë palm, çka ka me bë, domthon fillim të sezonit, ka thonë çka ka me bë, domthon po ta shes, po ta blej tash që frutin me marr, çatëre kur të kryhet. E ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për arsye se a ka mundësi mos me, domthon, fatkeqësitë natyrore janë një aktualitet që neve po e shohim vazhdimisht. Mundet ai me bë marrveshjen, edhe ai me rreziku dhe me ardhur në një situatë dhe mos me nxjerr kurrë. Dhe është rrezikim, prandaj edhe ka ndalu me bash blerje të kësaj natyre. Lejimi është vetëm atëherë kur fillon me u pjek pema, do thot fruti, molla apo çka është, fillon me u pjek edhe duket qartë se çka është, atëherë ka drejt me bë shitblerje të asaj forme. Edhe shembulli i fundit që ndërlidhet me bei'ul gharar është shembulli ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur Hakim ibn Hizam, ka qenë një nga shokët, e ka pranuar Islamin me vonesë, ka qenë tregtar, edhe i ka thonë, o i dërguari i Zotit, unë jam tregtar. Nganjëherë vinë njerëzit edhe më thojnë, po du me ble një mall caktuar. Thotë, unë atë mall se kam dispozicion. Po i them, unë ta shes ato edhe mirë na vesh, domthon me si ka çmim, e thot masi që e kry, do thot këtë marrveshje, pastaj shkojnë treg e ble atë mall dhe ja dha këtij. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë la tabi' ma laysa indak. Mos e shit ato që se ki në dispozicion, ato që se ki në posedim. Edhe kjo është domthon një nga rregullat edhe parimet e përgjithshme që duhet me pas parasysh posaçërisht në kohën bashkëkohore, ndërlidhet me të në shumë forma shitblerje që ndoshta i bajnë në kohën bashkëkohore, ky hadith është bazë që njeriu nuk guxon me shit atë që nuk e ka në dispozicion. Janë disa forma shitblerjes që bëjnë përjashtim nga kjo, sikurse shitblerja e gjërave të porositura, për shembull, njeri marron dritare, edhe ti shkon i bën porosit,
ai de facto po ta shet diçka që se posedon, se ales e ka marru, mirë po kjo formë është do thot e lejume dhe përjashtohet nga ky rregull i përgjithshëm, për arsye se ai ti mirët vesh me ta, i thojnë bej'u sifa, domthon mirët vesh do thon me karakteristika çysh kanë me qenë sende, edhe ai ka me ta marru atë, dhe kjo bën përjashtim nga kjo që ky rregull i përgjithshëm të cilën e cekëm pak më herët, edhe ka qenë e njohur kjo formë shitblerëse në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kalojmë në rregullin apo parimin e pestë. Parimi i pestë është kullu muamalatin tadammana al-ghish wal-mukhada'a fahiya muharrama. Çdo marrëveshje ose çdo tregti që përmban mashtrim, tradhti ose hile, gënjeshtra është e ndaluar. Për arsye se na tham që shitblerja duhet me kanë në gjëra të caktuara, me pas sinqeritet, mos me pas dallavere dhe manipulime. Po duhet me kanë do thotë gjërat e qartësume edhe sqarume. Al-ghish e keni parasysh hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili me një rast ka dalë në treg, apo edhe duke ecë në treg, dikush e ka qenë duke shit një lloj ushqimit, mund me kanë drith, si kuptohet nga hadithi, grur apo diçka nga kjo, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur është afru, e ka fut dorën në këtë drith, edhe e ka pas që përfundi është i lagt, kurse lart o dok mirë. Edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma hadha, çka është kjo domon? Çysh po e shet këtë mall, e ke hieshu në alt që mu duk mirë, kurse përfundi është do thotë i lagur drithi. Atëherë tash mu arsyetu ky tregtar, ka thonë dërgumi i Zotit, ka ra shije dhe ka nxon shiu. Ka thonë nuk është problem pse ti po e shet. Mirë, po që të keshin, që të le të shohin njerëz, çka po blejnë. Për arsye se nuk është problem ti me shit një mall që ka defekt. Po kallëzoj që është defektu edhe jepja çmimin që e meriton. Edhe çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men ghashana falaysa minni. Kush na tradhton, nuk është prej meje. Domethënë nuk është në rrugën tam, nuk është me mua. Dhe kjo është parim në një jurisprudencë islame, edhe në tregti edhe në çdo send, që besimtarët duhet me kanë i sinqert, mos me kanë mashtrues edhe tradhtues ndaj besimtarëve të tjerë apo njerëzve të tjerë në përgjithësi, po duhet me kanë i sinqert edhe në shitblerjen e tij, në ato që ashet, në ato që e blen, duhet me ekspozu mallin që ashtu e shit. Mundet me kanë kerr, mundet me kanë diçka, edhe ka defekt, edhe i thu, e ka që defekt, dhe pjesa, çmimi këtij kerri është çikaç me këtë defekt. Ti mundesh ndoshta me hub diçka, për shkak se e ke tregu defektin, mirë, po tek Allahu i Madhërisht fiton shumë, për shkak që ti sinqeritetit, Allahu çon bereqet në atë shitblerje, ashtu siç e përmendëm pak më herët. Prandaj duhet me e pas parasysh pra hadithin që e cekëm në fillim, el bej'ani bil khiyar, shitse edhe blerësi kanë mundësinë shitblerje, domthon zgjedhjes. Ulen edhe i qartësojnë ndër me vete, valla don me qit kushte, don me mjeshty afatin, ja kallzon do thotë mangësit e mallit, këtë i diskuton kur je ulën çatu. Edhe kur i krin këto, pastaj çaj mezhlis bëhet do thotë rregull, edhe bëhet do thotë piknisje që zbon pastaj me thy ata që ai marr vesh në atë mezhlis, për arsye se nëse ke qenë i sinqert, Allahu ka me sjell bereqet. Nëse hyn do thot me një lloj manevrimi edhe hajt se s'ka sinqeritet, atëherë Allahu i Madhërisht shitblera realizohet, ndoshta edhe parët i konkretisht i merr, mirë po dije që është ngrit bereqeti nga ajo pasuri edhe nuk kimi pa hajrin. Shembulli i këtij hadithi, këtij rregulli është një hadith i njohur i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që përmend disa lloje që hyjnë në kuptimin e hiles së tradhtisë. Cilat janë ato? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith të saktë e shënon Muslimi, pra mos i blini mallrat prej karavanëve para se të arrijnë në treg. Edhe sot në kohën bashkëore është e njohur, tek në kohën e pejgamberit ka qenë shumë e njohur praktika. Tregu ka qenë vend i caktuar, edhe njerëzit kanë ardhur për vende të ndryshme. Edhe tash kur kanë ardhur njerëz, domthon kanë ardhur prej vendeve të ndryshme, tash para se mu fut në treg, nuk kanë ditë çysh janë çmimet. Nuk është sikur tash
për shembull malet me telefon e din sa shkon, sa çmimi i kerrit, ja kallzon, domthonë gjanat që janë qarta me internet në forma të ndryshme të kaluara nuk kanë qenë të njohura këto. Edhe ai që ka ardhur prej larti se ka di çmimin. E pejgamberi sa më ka thënë, mos i pritni këta njerëz te dera e tregut, edhe më ja u marr mallin para se më u fut në treg. Për arsye se këtu ka dredhi dhe mundet me ka mashtrim. Për arsye se ti mundesh me dhënë një çmim, ai mendon që faktikisht për mua është e mjaftueshme kjo, po fitoj aq i kaq, edhe ta shet ty mallin. Po kur të futet pastaj në treg e shes që ka humb. Edhe këtu krijohet ajo armiqësia, apo? Prandaj le po thot pejgamberi sa le të futet në treg, le të kqyr qysh është, qysh janë të shkushmimet, pastaj shko bë pazar me ta. Mos e prit te dera e tregut. Prandaj edhe ka ndalu pejgamberi sa kët për shkak domthonjë që kjo që vjen mundësia e mashtrimit edhe tradhtisë. Wala bai'a ba'dikum ala bai'i ba'd. Dhe mos i ndërhyjni njëri tjetrit në tregti. Me një fjalë, me ndërhyjnë njëri tjetrit në tregti është që kjo që njëri kur është të eshit një mall, është të eshit një mall ti me thonë valla mu ma kanë dhonë ma shumë ose unë e ta dho që kaq, a i keni parasysh ndërhyrje që shkakton na kanë ndodhur ndoshta edhe neve ose dikujt që i e kanë interesuar me ble edhe dikush ka ja po mos e ble se shumë shtrejt po tamam ti edhe hiç domthonjë që kjo fjalë te ti bëhet shumë e madhe. E tash edhe me thonë ndoshta ma lirë ty tërhiqes. Se është domthonjë një lloj aspekt psiqik kjo që te ti ndikon që një herë kur ta atë entuziazmin e dëshirës së blerjes që ati mallit saktum kur ta bën bajat dikush ti faktikisht pastaj domthonjë nuk e ki mu atë entuziazm edhe atë dëshirë me e marr mu atë pasuri. Prandaj le njerëz të thotë të realizojnë tregtinë në formë të lirë secili çu çdon. Dhe mos i manipuloni çmimet e ankandeve. Këtu është për qëllim zakonisht në për ankande e keni parasysh që pa çelbera mos me paguti dikun. Mos me paguti dikun me thonë valla që filani po jep që kaç ai e ka vetëm për me rrit çmimin edhe kjo domosdoshmë është e ndaluar. Pastaj vendasi mos të shes për të ardhurin. Kjo është për qëllim që çaj që po vjen prej jashtit edhe po don me ble me shin treg nuk bën tregtari vendas me thon unë ta shes kët mall. Ma jap ti mundi përqindje edhe ai me u fut në treg në atë formë mundet me u bë dëm pastaj njerëzve që kanë me ble prej tij. Për arsye se ky faktikisht pastaj mundet me bajt domon një çmim pak më shtrejt për arsye se e din që kërkohet ai mall edhe vjen deri tek ndërhyrja edhe që njerëzit me fitu më shumë se që kanë mundësi me fitu. Pastaj e fundit, po thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë një formë me shit pjesë të kalumen kur ka dash me shit lopën ose delen, nuk e ka miel 3-4 ditë ose një kohë gjatë, edhe kur ai është akumulu qumshtin në gjirin e lopës apo deles, edhe kur e ka qit treg, kur e kanë pa njerëz ka thonë, ky të ka po jep ka qumsht, edhe kanë ble ma shtrejt. Kur e ka quaj në shtëpi, e ka miel një herë, 2 herë, edhe mos ka qit qumsht. Domthon formë e mashtrimit, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndalu këtë formë edhe ka thonë kujna ti dodh kjo, atëherë ka drejtën e kthimit. Domthon ka drejtën e kthimit për shkak se është mashtruar. Rregulli i 6 edhe i fundit edhe ma i koklavituri me thonë për cilin nuk do të zgjerohem më shumë është se kullu muamalatin tadamman ar-riba qalilan aw kathiran halan aw ma'alan fa hiya muharrama. Çdo transakcion, çdo shitblerje që përfshin kamat është e haram, pavarësisht a është në formë e një sasie të vogël apo e të madhe dhe pavarësisht nëse kamata është e menjëhershme ose e vonuar. Domthonë çdo formë e tijaretit ku ndërhyn kamata automatikisht e bën do thot atë shitblerje ndalume për shkak se e kem parasysh që kamata është një nga gjunahet më të mëdha. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i ka përmendën pak më herët që është do thot luftë me Allahun edhe ka shumë forma që është aludu për rrezikshmërinë e kësaj. Pra këtu ishin disa rregulla, unë mundohem me përmbledh në këto 6 me kaq po e përmbyllim këtë ders me lejen e Allahut, ndoshta jo mundu me thonë shumë në këto pak minuta për shkak se çu thash pak më herët fiku tregtis është një nga lëmit më të gjëra posaçi në kohën bashkëkohore, por gjithashtu jo mundu me bën një lloj përmbledhjeje që
e shohim ato parimet dhe rregullat bazë mbi të cilat ndërtohen rregullat edhe dispozitat e fikut të shitblerjes. Zoti ju nderoft, Allah ju shpërbleft e pastaj vazhdojmë edhe me pyetjet mas namazit inshallah.